Mineri, por me rrejt vjetra, dhe i partisë rreth komitetit saj qendror, me në krye themelusin e partisë sonë, ushtrisë sonë, të pushtetit tonë të diktaturës proletariatit, dhe i sin tonë të dashur Shkopur Enver Hoxha, është me fort për kur. Unitet i ka bërë balë çdo stuhije që është përplasur mbi vendin tonë që nga themelimi i partisë e gjermësot, dhe në murin e qelnik të këtij uniteti marksist-leninist do të thyejnë kokën si gjithmonë të gjithë ata që i duan të keqen Shqipërisë socialiste. Formimi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë sonë nacional çlimtare nga partia dhe shoku Enver në 10 korrik të vitit 1943. Në zjarrin e luftës heroike të popullit tonë kundër pushtuesve të huaj fashist, shënoi atë ktesë të madhe të kësaj lufte që çoi në çlirimin e plot të vendit nga zgjedhja e huaj dhe në vendosjen e pushtetit popullor, duke u mbështetur vetëm në forcat tona dhe pa prezencën as edhe në një rast të ushtrive të huaj aleate në territorin shqiptar. Në fjalën e tij, shoku Mehmet Shehu theksoi meritën e madhe historike që ka partia jonë, e cila realizoi plotësisht mësimet e Leninit për shkrirjen e ushtrisë me popullin, sepse vetëm i gjithë populli i revolucionar dhe i armatosur populli ushtar, siç është populli ynë, është në gjendje të mbrojë me sukses frutet e revolucionit popullor. Detyra jonë është të zbatojmë me besnikëri vijin e partisë dhe mësimet e shokut Enver. Kazmën ta ngulim akoma në thellë për ndërtimin e plot të shoqërisë socialiste, duke u mbështetur vetëm në forcat tona. Pushkën të mbajmë në gatishmëri të plot, të jemi vigjilent dhe gjithmonë të vendosur për punë e sakrifica, dhe të bëjmë që flamuri i kuq i socializmit dhe i komunizmit kur të mos përulet e të mos përlyhet, por të qëndrojë e të valavitet gjithë jetën lart e me krenari revolucionare në këtë pjesë të Ballkanit dhe të Evropës që quhet Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë. Fjalën e rastit e mbajti antari i Komitetit Qendror të Partisë dhe shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë sonë popullore, Veli Llakaj. Ai ndërmjet të tjerave theksoi se udhëheqja e partisë marksiste-leniniste në forcat armatosura të një vendi vërtet socialist përbën një ligj të përgjithshëm, një domosdoshmëri. Partia e Punës së Shqipërisë i është përmbajtur me besnikëri këtij parimi, e ka zbatuar atë me konsekuencë në tërë veprimtarinë e saj, dhe ka bërë një luftë papajtueshme me armiqt për të ruajtur dhe forcuar gjithmonë karakterin klasor revolucionar. Konferenca solemne u mbyll me një koncert të madh festiv.
edhe në vallet këngë tablot koreografike të programit të këtij koncerti, spikati fort dashurie e madhe e popullit dhe uniteti i qelik i tij rreth partisë, komitetit saj qendror me në krye shokun Enver Hoxha. Korrik 1978. Në sheshin e shkollës së lartë të bashkuar të oficerave Enver Hoxha, janë rrjeshtuar studentë dhe kuadro të shkollave ushtarake të ushtrisë popullore. Për të takuar me ta, erdhi midis tyre shoku Enver Hoxha, sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë, së bashku me shokun Mehmet Sheu, antari i Biros Politike të Komitetit Qendror të Partisë, kryetari i Këshillit Ministrave të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë dhe ministri i Mbrojtjes Popullore, shokët Adil Çaçani e Kadrias Biu, të cilët u pritën nga kandidati i Biros Politike të Komitetit Qendror të Partisë dhe zëvendës ministri i Mbrojtjes Popullore Llami Gek Prifti, zëvendës ministri i Mbrojtjes Popullore dhe shefi i shtabit përgjithshëm Veli Llakaj, zëvendës ministrat e Mbrojtjes Popullore Nazar Berberi e Maliq Sadushi e shok të tjerë. Kalon në revistë shoku Enver, komandanti i përgjithshëm i forcave tona të armatosura. Kalon ai përpara bijve të atyre që bën epopejën e luftës së Meshgoranit e tendës së Qypit, të Vigut e betejën për shlirimin e Tiranës kuqe, të atyre që ruajnë kujtimet e freskëta të vetmëimit, të erojve dëshmorëve që lindi e rriti partia. Shok ushtar, student, oficer, ju uroj nga zemra festën e madhe të 35 vjetorit të ushtrisë sonë popullore. Shoku Enver Hoxha dhe